Mrama Shkupi Dardan. Flamur të lartë, flamur të lartë. Dashur shqiptar, motra e vlezër, ministra, deputet, kandidat për kryetar komunash, lider të këtij koalicioni fisnik, kryetari parlamentit, zoti Afrim Gashi, vlezër nga Kosova, Visen Durmishi, sekretari përgjithshëm i vetëvendosjes, Halim Mrika, nën kryetari vetëvendosjes, mirë mbrëma të gjithëve. Arben Xhaferi na kalon shumë mësime. Një prej tyre bjeon edhe sot. Ai thoshte se mjeshtria që formon ose deformon vetdijen quhet propagandë. Dhe për 20 vite me radhë, shqiptarët e këtij vendi kanë jetuar mu në propagandë. Një propagandë që e shiste mashtrimin si patriotizëm dhe pazarët në tavolina si kauz kombëtare. Ata i lanë shqiptarët të varfër, të papun dhe të nënshmuar. Një njeri theu qafën dhe shkoi në prehrin e atij që vetë e quante i sëmur psiqik. Po. Shkoi në prehrin e atyre që për 2 dekada i robruan shqiptarët. Dhe ata e shpallën fundin tonë. Edhe sot po e shpallin fundin tonë. Por ndalu një pak dhe mendoni vëllezër e motra. A mund zhduket kjo lëvizje? A mund shuhet ky vizion që e mollët ju me votën dhe me besimin tuaj? Përgjigja është e qartë, me një zë, jo, asnjëherë. Unë qëndrova, sepse e dija që vlen nuk është flusk sapuni që shpërthen me erën e parë. Vlen është gur themeli mbi të cilin ne ndërtojmë të ardhmën tonë. Dhe sot, me krenari para jush, prezantojmë kandidatët për kryetar komunash, njerëz që nuk i kanë borxh askujt përveç se juve. Janë bija e bi të këtij populli që kanë ndjerë hallët tuja dhe kanë guximin të përballen me to. Nga Tetova e Ngostivar, nga Çajiri në Strug, nga Kumanova në Likov, ku do që jetojnë shqiptarët në këtë vend, kandidatët e Vlenit do t'jenë fytyra e shpresës tuaj. Përballë e kemi një koalicion mbetjesh politike, Taravari, Ahmeti dhe Stela. Ata janë më një lavatriçe e prishur. Një lavatriçe e prishur që rrotullohet, po arse nuk i pastron njollat e pislëkut që nuk hekën kur. Miq, ata flasin për Europë, por bëjnë koalicione me partinë më anti-NATO, më anti-BE, më anti-Amerikë që ekziston, Levicën. Ishin po këta njerëz që e ndryshuan kodin penal për të shpëtuar kriminalët nga burgu. Ishin po këta që i banin presion një grua të ndershme, një gjyqtare shqiptare, që të mos pengohej abolicioni i turpshëm i Ivanovit. Janë po këta që sot gënjejnë se po hiqet Badinteri dhe njësoj si Maksim Dimitrievskin që duan ta imitojnë. Të dashur miq, ndërkohë që ata flasin për patriotizëm, bota demokratike u ka kthy shpinën. BDI është izoluar nga të gjithë. Ambasadat ja u kanë mbyll dyert. Të gjithë ikin prej tyre. Vetëm një doktor i shndruar në pacient nuk e ka kuptuar se çfarë po ndodh. Pyetni ata, kur ka qenë takimi i fundit i Ali Ahmetit me amerikanët apo me evropianët? Ata nuk i takojnë më pra. Nuk i takojnë sepse askush nuk do të njollos duart me të korruptuarit. Dhe a dini çka? Lista e zezë nuk ka mbaruar me Artan Grubin. Ajo do të vazhdon. Dhe ata e dinë që ne e dimë. Ata po presin me frikë se kush do t'jetë i ardhshmi në atë listë. Dhe ndërsa populli pret drejtësi, ata e presin telefonatën e radhës nga ambasadat që u adridh zemën. Motra e vlezër, kjo është realiteti pra.
Rexhail Qerimi, fshiu im, vdiq në burg duke kërkuar drejtësi. Samet Limani i Sopotit ndërroi jetë i shkatruar në burg. Por ama Sasho Mijalkovin, ata e lanë të lirë. E lanë të lirë të shetit me Ferrari në Monaco. E këta çfarë bën? Këta na shitën patriotizëm me gojë, ndërkohë që i përlynin me duar çdo gjë që preknin. E vërteta e BDI-s pra e ka një emër, Artan Grubi. Njeriu që me vulë amerikane u shpall non grata. Sot ai e ka lëshuar mjekrën dhe ende si kaçak, jo për shqiptari, por sepse me urdhër të Ali Ahmetit dhe me ndihmën e një gjykatësi të korruptuar, shpëtoi nga burgu ortakun e tij të biznesit politiko-financiar serb, Sasho Mijalkov. Ky është patriotizmi i tyre miq. Hajni, gënjeshtra dhe tradhti e fshehur pas fjalëve të mëdha. Na quajtën zagar, por e vërteta është se shqiptarët nuk kanë qenë dhe nuk do jenë kur zagar të askujt. Shqiptarët e këtij vendi fatkeqësisht kanë qenë pre e brakonjerëve, e gjuetarëve pa leje të BDI-s. Të dashur të pranishëm, vlen nuk jo thot na votoni neve që të shpëtojmë. Vlen ju thot na votoni që të shpëtojmë bashk nga 4 urat që na e kanë lënë pas ata që sot shiten si patriot. Ky është momenti ynë, ky është momenti një gjenerate që nuk pranon më propagandë, që nuk pranon më gënjeshtra, që nuk pranon më trajtohet si numër. Sepse ne e dim, kush e sheh politikën si pushtet, përfundon robi saj. Po kush e sheh politikën si mision, e ndryshon historinë. Dhe këtë e kemi bërë, dhe këtë do vazhdojmë ta bëjmë. Bashkë me ju, me votën tuaj, më 19 tetor, ne do ta ndryshojmë historinë sërish. Me një zë të bashkuar, do t'i japim fund mashtrimit, do t'i japim fund korrupsionit, do t'i japim fund edhe izolimit. Me një zë të fuqishëm do t'a bëjmë këtë lëvizje fitoren e shpresës. Na prifte mbara e miru pafshim për të festuar natën e 19 tetorit. Faleminderit gjithëve, faleminderit.